Lady Gaga, e cila ka reaguar në lidhje me depresionin. Ajo është shprehur se përpara një periudhe 5 vjeçare ajo ka kaluar një gjendje të rënduar psikologjike. I ka qëndruar afër i fejuari saj. Në atë periudhë këngëtarja është distancuar disi nga muzika dhe më pas është rikthyer me një album. Por në të njëjtin moment ajo tha se kur dilte në skenë kishte të vështirë të përmbante emocionet e veta, sepse kishte një inat dhe ndjesi negative kur këndonte dhe ka bërë një luftë të vazhdueshme me veten. Unë personalisht mendoj se është gjë shumë e guximshme që persona me kaq famë janë të sinqert me publikun dhe tregojnë se jo vetëm njerëzit e thjesht, po edhe VIP-at kanë probleme të caktuara, qoftë shëndetësore, fizike, mendore e tjerë. Janë njerëz si të gjithë. Dhe fakti që marrin guximin dhe të flasin para një bote të tërë, mendoj se vlen për tu vlerësuar. Gjithsesi, ne ju urojmë asaj që mos të përballet më kurrë me situata të tilla, jo vetëm ajo, por gjithkush.